Ja cilat janë disa nga frutat që duhet të konsumoni për një shëndet më të mirë. Frutat janë thelbësore për një ushqyrje të shëndetshme, ato janë të pasura me vitamina, minerale dhe fibra. Bananet. Bananet janë të pasura me kalium, i cili është një elektrolit që luan rol të rëndësishëm në kontrollin e presionit të gjakut. Avokado. Avokadot janë të pasura me vitamina të tretshme në yndyrë, të tilla si vitamina E dhe K, të cilat ndihmojnë shëndetin e lëkurës, flokëve dhe thonjve. Ato janë gjithashtu burime të shkëlqyera të yndyrnave të shëndetshme omega 3 dhe yndyrnave të pangopura. Mollët. Mollët kanë veti anti-inflamatore dhe antioksidante. Konsumimi i tyre mund të zvogëlojë rrezikun e shumë sëmundjeve kronike si ato kardiovaskulare, diabeti dhe kanceri. Portokallet. Edhe pse njihen gjerësisht për përmbajtjen e lartë të vitaminës C, portokallet përmbajnë kalium, hekur, kalcium, vitaminë E dhe vitamina të shumta B. Boronicat. Boronicat përmbajnë antocianina, të cilat veprojnë si antioksidant që vrasin radikalet e lira dhe kanë sasi të lartë të vitaminës C, K dhe mangan. Mjedrat. Nga të gjitha frutat, mjedrat janë të njohura për sasitë më të larta të fibrave. Marrja e mjaftueshme e fibrave është e rëndësishme për menaxhimin e peshës, zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe diabetit, mbajtjen e shëndetshme të mikrobiomës së zorrëve dhe ruajtjen e niveleve të sheqerit në gjak. Manaferat. Manaferat njihen si një burim më i pasur i antioksidantëve, manganit, bakrit, vitaminës A, vitaminës E dhe vitaminës K. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.